Një skemë mirëfillt korrupsioni dhe bashkëpunim me bandat kriminale është zbuluar nga Policia e Shtetit dhe Agjencia Mbikëqyrjes Policore në qytetin e Sarandës. Protagonist në këtë skemë kriminale ishte pikërisht shefi i komisariatit në Sarandë, Gëzim Bashllari, i cili është arrestuar nga Blut. Në pranga kanë rënë gjithashtu dhe 3 vartësit e tij, Andi Duro, Ajdin Ismailaj dhe Robert Çullaj. Të 4 zyrtarët e policisë akuzohen për 3 vepra penale, shpërdorim detyre, kryerje veprime arbitrare dhe mosmarrje e masave për të ndërprerë gjendjen e palishme kryer në bashkëpunim. Arrestimi i tyre vjen pas një hetimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe AMP, ku u zbulua ndërtimi pa leje në një hapësirë plazhi në lagji numër 1 në Sarandë. Për rastin gjithashtu arrestuan 8 persona të cilët punonin në objekt, si dhe një grua e cila posedonte hapësirën e plazhit, për llogaritë të cilës dyshohet se kryeshin punimet pa leje. Nga hetimi dyshohet se shefi i komisariatit dhe vartësit e tij kanë lejuar ndërtimin pa leje kundrejt shumave të parave dhe nuk kanë marrë asnjë mas për parandalimin e palishmërisë. Burime nga policia bëjnë me dije se prona ka qenë në emër të Isuf Jaçaj, i cili u vra me tritol në makinën e tij në tetor të vitit 2025. Ka dyshimet e forta se një grup kriminal me bazë në Kamës të ketë kryer shpërthimin me tritol, por gjithashtu të jenë autor dhe të ngjarjeve të tjera në qytetin e Sarandës. Së fundmi në pronën e marrë me dhunë nga ky grup po ndërtohej një lokal veror për sezonin turistik. Për ndërtimin e kësaj prone dyshohet se është kryer korrupsion nga shefi i komisariatit të policisë Sarandë dhe 3 vartësit e tij, të cilët u ndaluan nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore. Madje ka dyshime se Gëzim Bashllari kishte informacione edhe për ngjarjet kriminale të tritolit në Sarandë, por nuk i ka zbardhur pasi kishte lidhje me grupet kriminale në fjalë. Skandali u zbulua nga vetë drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita, i cili urdhëroi me njëherë hetimet, ku më pas u zbulua se vetë policia e Sarandës ishte përfshirë kokë këmbë në këtë veprimtari. Me pas operacioni u drejtua nga Policia e Shtetit dhe AMP, madje Hita pezulloi me njëherë nga detyra kupolin e policisë në Sarandë. I pezulluar nga detyra është dhe shefi i seksionit për hetimin e krimeve në volum në policinë e Sarandës, Blerim Tafqiu, pasi nuk është paraqitur për të marrë në pyetje gjatë veprimeve hetimore të kryera nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore, ndërkohë vijojnë hetimet për zbërthimin e plotë të personave të tjerë të dyshuar, si të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.